Salam aleikum, thot, kur të vit dita e gjuma, a ban mos ma agjeru ditën e gjuma në këto 6 ditë të mujtë Shawwal. Wa aleikum salam. Hadithet të cilët të ndalojnë agjerimin e ditës gjuma janë të qëllimshme apo kanë për qëllim mos ma agjeru në shaj madhërimit të kësaj dite, në shaj të veçimit të kësaj dite si ditë ma e veçantë. Është vërtet se dita gjuma është ditë e veçantë e javës, është ditë bajrami për muslimanët, por nuk lejohet me nijet pse është e gjuma me e agjeru për qef. Por nëse e agjeron me nijet të ditëve të Shawwalit, kjo nuk prish punë. Edhe gjumaja, edhe shtuna, edhe dilla, s'ka kurfar problemi nëse agjerohet me qëllim të ditëve të Shawwalit apo të ditëve të mbetura nga Ramazanit, borxhit Ramazanit, në situata të caktuara, qoftë nga femra që s'ka mujt me agjeru për shkak të rrethanave të saj femrore, apo edhe mashkulli pse jo nëse ka qenë i smur e të ngjashme me to. Pra agjeroje me nijet Shawwalit ditën e gjumës s'ka problem.